Qeveria ka miratuar kriteret e qëndrueshmërisë dhe të reduktimit të emetimeve të gazeve serë për biokarburantet dhe lëndët djegëse të rinovueshme, duke plotësuar kuadrin nënligjor për zbatimin e ligjit për biokarburantet në transport. Vendimi përcakton rregullat që do zbatohen për prodhimin, tregtimin, përdorimin dhe verifikimin e biokarburanteve në vendin tonë, në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Sipas vendimit, biokarburantet dhe lëndët e tjera djegëse të rinovueshme do duhet të plotësojnë kriteret të detajuara të qëndrueshmërisë, të tregojnë reduktim të emetimeve të gazeve serë dhe të jenë të certifikuara përmes një sistemi verifikimi të posaçëm. Kuadri i ri parashikon gjithashtu krijimin e një baze kombëtare të dhënave, regjistrin e verifikimit, si dhe skemën e certifikatave për karburantet e rinovueshme për transport. Vendimi vendos gjithashtu kufizime për përdorimin e biokarburanteve të prodhuara nga kultura ushqimore dhe foragjere, ndërsa parashikon rritjen progresive të kontributit të biokarburanteve të avancuara dhe biogazit. Një nga elementet kryesor të vendimit lidhet me objektivat për rritjen graduale të përdorimit të energjisë të rinovueshme në sektorin e transportit, sikurse është parashikuar edhe në ligjin e miratuar vitin që shkoi. Sipas tyre, pjesa minimale e energjisë së rinovueshme që do hidhet në treg nga furnizuesit e karburanteve përcaktohet në të paktën 1% të konsumit final të energjisë në transport në vitin 2026. Ky nivel do rritet me të paktën 1% çdo vit, për të arritur në jo më pak se 7% deri në fund të vitit 2030.